përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Bashkia e Vlorës thiri një dëgjes publike për reformën territoriale dhe bashkimin me Selenicën, por takimi u anullua pa shpjegime. Dëgjesa ngre pikpyetje pasi Komisioni Parlamentar e ka zhvilluar më herët konsultimin në Vlorë dhe drafti i reformës tashmë është bërë publik për më gjerë shënimi redaksional. Gushti në Vlorë nuk sjell vetëm vap, turist dhe trafik, por me sa duket sjell edhe një zell të papritur e të pashpjegueshëm të administratës lokale për demokraci të drejtë për drejtë. Në kulmin e sezonit, Bashkia e Vlorës mendoi se ishte momenti ideal për të thirrur qytetarët në një dëgjes publike për reformën e re administrativo-territoriale. Një poster u shpërnda me urgjencë, e njëjtë 20 gusht ora 18. Tema: Bashkimi i Vlorës me Selenicën. Por ashtu siç u thirr, ashtu edhe u anullua. Bruna Mersini dhe aparati i bashkisë dolën zbuluar në një lëvizje që ngre më shumë pikpyetje se sa jep përgjigje. Po cili ishte qëllimi i këtij konsultimi të dështuar? Së pari, Komisioni i Posaçëm Parlamentar i ngarkuar për reformën territoriale i ka mbyllur hesapet me Vlorën që më 5 maj 2026, kur zhvilloi dëgjesën e tij rajonale diagnostikuese pikërisht në këtë qytet. Së dyti, projekt ligji tashmë ka dalë, është shpërndar dhe thekson qartë se Vlora gëlltiti Selenicën duke u bërë bashkia ankoruese. Për më tepër, Vlora është njësia përfituese absolute në këtë mes, pasi zgjeron jurisdiksionin mbi menaxhimin e luginës së Vjosës dhe të gjitha resurseve të saj. Atëherë, çfarë kuptimi praktik ka organizimi i një dëgjese publike sot? Çfarë do të diskutonin saktësisht me banorët? Dhe më e rëndësishmja, edhe sikur ky takim të mbahej, ku do t'i çonin dhe si do t'i reflektonin këto mendime qytetare, kur drafti është kopsitur nga ekspertët e kuvendit dhe pret vetëm kartonet në parlament? Shpjegimi vetëm logjik për këtë shfaqje absurde është shumë më i thjeshtë dhe tipik për realitetin ton administrativ. Kryeministri Edi Rama e kalon gushtin në Vlorë, dhe kur shefi i madh është në qytet, aparati lokal duhet diskutuar sikur punon. Është sindroma e famshme me u gjet kolla në punë, le të prodhojmë zhurmë, postera dhe takime boshe, thjesht për të dukur se lëvizim dhe nuk pushojmë. Nga ana tjetër, mbase ishte edhe një përpjekje e dëshpëruar për të dhënë një sinjal anti-mitingu, ndërkohë që bashkitë e vogla dhe të rrezikuara nga shkrirja po bëjnë rezistencë reale dhe po kundërshtojnë ashpër, Vlora si bashki përfituese deshi të bënte një dëgjes fasad, për t'i treguar qendrës se sa të lumtur janë vlonjatët dhe banorët e lumit të Vjosës me zgjerimin. Por edhe nëse ky ishte plani, ekzekutimi ishte i vogël, qesharak dhe thellësisht i papërshtatshëm. Një dëgjes e shpikur nga hiçi dhe anuluar në heshtje tregon vetëm një gjë: kur mungon transparenca dhe baza ligjore, edhe kolla me patjetër do të dalë bllop. Plazhet e Radhimës vijojnë të tërheqin një numër të lartë pushuesish, duke u kthyer në destinacionin më të preferuar të Bregdetit të Vlorës. Turistë nga vende të ndryshme të Europës, mes tyre nga Zvicra dhe Slovakia, shprehen të mahnitur me plazhet ndërsa vlerësojnë shërbimet e ofruara. Plazhet e Radhimës vijojnë të tërheqin një numër të lartë pushuesish duke u kthyer në një prej destinacioneve më të preferuara të Bregdetit të Vlorës. Krahas turistëve vendas dhe atyre nga Kosova, në këtë zonë po pushojnë dhe shumë turistë nga vende të ndryshme të Europës, mes tyre nga Zvicra dhe Slovakia. Pushuesit shprehen të kënaqur me atë që kanë gjetur në Vlorë dhe veçanërisht përgjatë Bregdetit të Radhimës. Ata vlerësojnë shërbimin e ofruar si në strukturat akomoduese, ashtu edhe përgjatë vijës bregdetare. Pastërtia e plazheve, klima e favorshme dhe kushtet e akomodimit janë disa prej elementeve që turistët veçojnë gjatë qëndrimit të tyre. Ata thonë se shërbimet e ofruara kanë qenë në nivele të kënaqshme, duke bërë Radhimën një zgjedhje të përshtatshme për pushimet verore. Një pjesë e turistëve vizitojnë zonën për herë të parë, por shprehen se eksperjenca e tyre ka qenë pozitive dhe se do të rikthehen sërish. Ata thonë se Radhimën do t'ua sugjerojnë dhe miqve dhe të afërmve të tyre në vendet ku jetojnë dhe punojnë. No, it's our first time in Albania. Yes. Vi nga Zvicra dhe është herë e parë që vizitoj Vlorën. Është një qytet shumë i bukur dhe më pëlqen shumë. Mendoj se do të rikthehem sërish këtu. Plazhi i Radhimës është plazhi im i preferuar nga të gjithë ata që kanë vizituar deri tani. Është kristal dhe shumë i pastër. Nga komuna e Prizrenit. Vini gjithmonë për pushime? Si vjet hera parë që kam marrë. Kësa janë shumë bukur. Si disa vite i kemi kaluar poshtë, tash kemi ardhur. Apo e kundërta, e poshtë nalt nuk jemi në hotel. Është një hotel Regjiro, e ka një staf excepcional.
Po ti kesh se unë kam punu gjithë në hotele, 35 vite në hotele në Zvicër. Të kesh 100 certifikata, që mos ta kje me mysafirin atë buzëqeshjen, nuk vlen ajo certifikata. Faleminderit për stafit, shumë bukur kemi kaluar që 3 ditë jemi këtu, sot do t'ikim, se pa kohë kemi. Plazhi këtu s'ka duhet. Plazhi bukur, ajri pastër, komunikacioni nuk është i dendur. Vetëm Zoti ma mirë, ma nuk di çka me çuar këtu, më falni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Slovakia. Jam nga Slovakia dhe kam ardhur me pushime në Vlorë së bashku me të dashurin tim. Vlorën e pam fillimisht në rrjetet sociale dhe na pëlqeu shumë, ndaj vendosëm ta vizitonim. Kur mbërritëm dhe e pam nga afër, na u duk edhe më e bukur. Më pëlqen shumë deti, natyra dhe gjithçka që kemi parë deri tani. Fluksi pushuesve përgjatë Bregdetit të radhimës vijon të mbetet i lartë edhe në pjesën e dytë të muajit gusht. Prania e turistëve nga vende të ndryshme të Evropës tregon se zona po tërheq gjithnjë më shumë edhe tregun e huaj. Me pritshmëritë që lëvizja turistike të vijojë dhe gjatë javëve të ardhshme, radhima konfirmohet si një nga pikat më të frekuentuara të Bregdetit të Vlorës, ndërsa vlerësimet pozitive të turistëve dhe dëshira e tyre për të rikthyer mbeten një nga promovimet më të mira për zonën. Flakët që u shfaqën mbrëmjen e njëjtë në kodrën e fshatit Dukat janë përhapur gjatë natës në drejtim të malit të Çikës, të angazhuar forcat e emergjencave civile dhe forcat e armatosura, ndërsa 2 avion kanë mbërritur që në orët e para të mëngjesit për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e flakëve nga ajri. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme ka prekur prej mbrëmjes së ditës së enjte kodrat e fshatit Dukat. Zjarri ka avancuar edhe për shkak të temperaturave të larta, por edhe erës së fortë e cila favorizon nëpërhapjen e flakëve. Prej mëngjesit të sotëm është ndryrë nga tereni, por edhe nga ajri. Janë rreth 40 forcat armatosura të cilat janë në teren së bashku me emergjenca civile të Bashkisë së Vlorës, por edhe emergjencat e tjera, ndërkohë që nga ajri është ndërhyrë fillimisht me 2 avion për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit. Situata vjen të mbetet ende problematike për shkak të terenit të vështirë dhe ndërhyrjes mjaft të vështirë pikërisht nga tereni, ndërkohë që është kërkuar ndihmë që të vijohet me ndërhyrjen nga ajri për të bërë të mundur lokalizimin dhe shuarjen e flakëve. Tymi ka mbuluar një pjesë të mirë të zonës, ndërsa situata vjen të mbetet nën monitorim. Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu zonën mbi fshatin Dukat, ndërsa dyshohet se zjarri ishte i qëllimshëm. Flakët janë shfaqur rreth orës 19 të mbrëmjes së enjte, fillimisht në 4 vatra, ndërsa gjatë natës zjarri është përhapur në një sipërfaqe të konsiderueshme në drejtim të malit të Çikës. Forcat zjarrfikse dhe mjetet e shërbimit zjarrfikës kanë mbritur në teren prej orës 04 të mëngjesit. Në operacion janë angazhuar dhe rreth 40 forca të ushtrisë në drejtimin e strukturave të emergjencave civile. Nga distanca, përmasat e zjarrit janë të frikshme, me flakët që vijojnë të përhapen në terenin malor. Forcat në teren po punojnë për izolimin e vatrave, ndërsa për shkak të terenit të vështirë, operacioni pritet të zgjasë me orë. Zjarrfikësit duhet jenë të pajisur me ujë dhe ushqime për të përballuar qëndrimin e gjatë në teren. Aktualisht, era nuk është e fortë dhe nuk favorizon përhapjen e zjarrit. Nëse do të kishte erë të fortë, flakët rrezikonin të përparonin në drejtim të parkut kombëtar të Llogoras. Forca zjarrfikse dhe ushtria vijojnë ndërhyrjen me shpresën që zjarri të izolohet dhe të mos përparojë më tej. Një burr dyshohet se i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga balkoni banesës së tij në katin e 8 në lagjen 28 nëntori pranë kishës ortodokse. Ngjarja ndodhi rreth orës 9, ndërsa policia e mbërritur në vendngjarje vijon hetimin e rrethanave të saj. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në lagjen 28 nëntori pranë kishës ortodokse, ku një burr dyshohet se i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga balkoni i banesës së tij në katin e 8 të një pallati. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9 të mëngjesit të kësaj të premte. Sipas informacioneve paraprake, burri jetonte në banesë së bashku me vllajën e tij binjak. Pak momente përpara ngjarjes dyshohet se ai ka kërkuar të vllajt të zbrisë poshtë për të marrë diçka. Pasi vllai është larguar nga banesa, burri dyshohet se është hedhur nga balkoni i apartamentit që ndodhet në katin e 8. Ngjarja ka alarmuar banorët e zonës, ndërsa në vendngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë së Vlorës. Rrethanat që mund të kenë çuar burrin drejt këtij akti të rënd mbeten ende të paqarta. Policia pritet të sqarojë dinamikën e plotë të ngjarjes, ndërsa po mblidhen të dhëna dhe dëshmi për të përcaktuar rrethanat në të cilat ajo ka ndodhur.
2 persona janë dëmtuar rënd pas ditën e njëjtë në Vlorë në 2 ngjarje të ndara. Një shtetas italian dyshohet se shfrytzuar nga një shkëmb pranë tunelit, duke pësuar traumë në kokë, ndërkohë një tjetër person dyshohet se është sulmuar me sende të forta dhe është transportuar në spital në gjendje të rëndë. 2 ngjarje të rënda me 2 persona të dëmtuar janë regjistruar gjatë pasdites së së njëjtës në Vlorë. Në një prej rasteve, një shtetas italian është dëmtuar rënd pasi dyshohet se është hedhur nga një shkëmb, pak pasi kalon tunelin. Sipas informacioneve paraprake, ai ka pësuar traumë në kokë dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Vlorës. Mësohet se pacienti është në kod të kuq, ndërsa stafi mjekësor po vijon ndërhyrjet për t'i dhënë ndihmën e nevojshme. Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes dhe shkaqet që çuan në rënien e tij nga shkëmbi. Ndërkohë, një tjetër person është dëmtuar rënd në Vlorë pasi dyshohet se është sulmuar me sende të forta. Ngjarja është raportuar në qendrën e emergjencës ku i dëmtuari është klasifikuar me kod të kuq. Ekipi mjekësor ka ndërhyrë për t'i dhënë ndihmën e parë, ndërsa personi është transportuar drejt spitalit për të marrë trajtimin e nevojshëm. Në të dyja rastet rrethanat e plota dhe shkaqet e ngjarjeve mbeten ende për t'u sqaruar. Autoritetet pritet të japin më shumë informacion në vijim, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e dinamikës së secilës ngjarje. Me 3 grupe kontrolli në teren, AKU vijon inspektimet në të gjithë qarkun dhe në pikun e sezonit turistik. Kreu i AKU-s Vlorë, Endri Hyseni, thotë se situata është përgjithsisht e qetë, ndërsa problematikat e konstatuara kanë qenë të vogla dhe kryesisht në bizneset sezonale apo subjektet me risk. Me krijimin e task forcave dhe planin e masave, siguria ushqimore ka qenë një nga prioritetet kryesore të këtij sezoni turistik. Tashmë edhe në pikun e sezonit kontrollet në terren nga AKU vijojnë në të gjithë qarkun, duke pasur mbështetjen edhe të drejtorisë së përgjithshme. Kreu i AKU-s Vlorë, Endri Hyseni, konfirmon se aktualisht në terren janë 3 grupe kontrolli, të cilat koordinohen edhe me grupet e ardhura nga drejtoria e përgjithshme. Hyseni thekson se në përgjithësi, situata sa i përket sigurisë ushqimore ka qenë e qetë, me problematika të vogla të konstatuara kryesisht në bizneset sezonale apo subjektet me risk, të cilat kanë qenë edhe në fokus të kontrolleve. Atëherë, për sa i përket inspektimeve të realizuara nga Drejtoria e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për qarkun e Vlorës, jemi në terren gjatë gjithë sezonit turistik duke nisur që me krijimin e task forces dhe planit masave të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit që në fillim të sezonit turistik. Aktualisht jemi duke vijuar inspektimet në bazë planit të punës dhe në bazë të nivelit të riskut dhe planit të masave të ndërmarra dhe të parashikuara në urdhrin e ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme. Drejtoria e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Vlorë është duke vijuar kontrollet për sa i përket të gjitha problematikave që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore. Këto kontrolle janë të shtrirë në të gjithë qarkun, 7 bashkitë e qarkut të Vlorës, të mbështetur edhe nga trupa inspektuese e Drejtorisë Përgjithshme, e cila bën të mundur realizimin e gjitha këtyre kontrolleve dhe të gjithë operatorët e biznesit që përbëjnë risk për sa i përket ecurisë dhe mbarvajtjes të sezonit turistik për të garantuar sigurinë ushqimore. Kontrollet në Vlorë do të vijojnë deri në fund të sezonit, në fillim të shtatorit. Sipas AKU-s, në subjektet e veçanta është bërë edhe bllokimi i produkteve me problematika, ndërsa deri tani situata ka qenë brenda pritshmërive. 350 banor të Delvinës me anë të një peticioni kërkojnë rishikimin e vendosjes së linjës Saran-Delvin në terminalin e ri, duke konsideruar atë një zgjedhje jo praktike që sjell humbjekohë dhe kosto shtesë për udhëtarët. 350 delviniot peticion Bashkisë Sarand kundër terminalit të ri të autobusëve. Pambushur 2 muaj nga hyrja në funksion e terminalit të Sarandës për autobusët e linjave ndërqytetëse, një varg ankesash janë drejtuar Bashkisë së Sarandës, që e konsiderojnë zgjidhjen jo praktike dhe investim të dështuar. Të parët që kanë reaguar kanë qenë operatorët e linjës Sarand-Delvin, që janë drejtuar Bashkisë së Sarandës me kërkesën për rishikimin e vendimit që stacionin e kësaj linje e çon në terminalin e ri. Pas heshtjes ndaj kësaj kërkese, këto ditë në Bashkinë e Sarandës kanë bërritur një peticion me 350 firma të banorëve delviniot kundër kësaj zgjedhje, që për udhëtarët e kësaj linje do të thotë më shumë sorollatje, humbjekohë dhe kosto shtesë për të mbërritur në Sarandë dhe për të mbaruar punët e tyre. Përballë heshtjes së deritanishme të titullarëve të Bashkisë së Sarandës, 350 delviniot që kanë firmosur peticionin kërkojnë të dëgjohen, me ta të organizohet një dëgjesë publike dhe argumentat më të arsyeshme të kthehen në një zgjidhje më të mirë për interesin publik.
Terminali i ri ndodhur tashmë në qafë të gjashtës në një godinë 3-katëshe, kap një sipërfaqe mbi 11.000 m2. Ai pritet të shërbente si qendër e mikpritjes dhe piknisje dhe mbërritja kryesore e nisjes për autobusë ndërqytetas dhe të linjave ndërkombëtare, duke menduar se investimi do të ofronte më shumë rregull, siguri dhe komoditet për qytetarët dhe mijëra turistë që vizitojnë Sarandën çdo vit. Por në praktik, kjo zgjidhje rezulton me peripeci të shumta, edhe për udhëtarët nga Saranda që shohin se investimi nuk është shoqëruar me organizim praktik për të shkuar në terminal. Qytetarët tonë se edhe sinjalistika për të shkuar dhe për të dalë nga terminali mungon, duke u kthyer kjo mungesë në burim serioz për aksidente. Banorët të Gurzezës në Fier ankohen për rrugën e cila sipas tyre prej vitesh nuk njeh si investim. Sipas banorëve, segmenti rrugor rreth 4 kilometra që të çon drejt pikës turistike dhe historike të Gurzezës në Cakran të Fierit aktualisht kalohet vetëm me gomar. Segmenti rrugor tërësisht i amortizuar prej rreth 4 kilometrash që të çon drejt pikës turistike dhe historike të Gurzezës në Cakran të Fierit prej 17 vitesh nuk njeh asnjë investim, duke u kthyer në shqetësimin më madhor për banorët e kësaj zone dhe jo vetëm. Sipas tyre, përveç vendbanimit të lashtë i lirë, kjo rrugë të çonte drejt Teqes 400 vjeçare të Baba Refatit. Shehu i Teqes Pëllum Sulaj pohon se rruga e dëmtuar ka paksuar ndjeshëm vizitat e besimtarëve dhe ka ndikuar në zbehjen e festimeve tradicionale së bashku me shpopullimin e zonës. Është që nga 2009 që është bërë dhe 2026 është një problem i madh për turizmin, edhe problemi edhe për besimtarët. Tash turistët këtë vit, që jemi në 2026, ju njohim i madh se 2 turistë kanë parë gjitha. Kur nga vitet e tjera kanë ardhur, po me vështirësi me motora, me kupton ato motorat e mëdhenj që vinë lart, edhe kanë kërkuar si ka mundësi që rrugë mos bëhet. Kur këtu ndodhet edhe një qytet antik i Gurzezës që e vizitojnë, e në brendësi të kësaj është edhe një teqe Bektashiane e sektit Rufai, domethënë e sektit Rufai Bektashizmit, që shërbej edhe unë atje. Edhe besimtarët të kondi janë reduktuar, domethënë këtë vit ka qenë më e keqe nga të gjitha viteve. Problemi i rrugës, se rruga është problemi ajo që jep turizmin, jep të gjitha të mirat për lart në Gurzezë. E kemi bërë dhe më janë afruar 2 persona, i kanë bërë rrugën prej 4 km rrugësh, e kanë riparuar, e kanë rregulluar dhe kemi pasur një takim me zotin kryetar dhe na kanë premtuar, më ka thënë që Pëllum kjo rrugë na përket të gjithëve. Edhe themi që ta rregullojmë. E njëjta gjë është. Pra nuk pavarësisht premtimeve nuk është bërë. Asnjë gjë. Nëse kjo rrugë do të ishte e shtruar sa? Në rast se kjo rrugë do ishte e shtruar, sot neve nuk do flisim ku jemi sot këtu, po do flisim për të mirë latë në më të mirë. Edhe atje këpondi edhe do pishin kafe në gjë, këpondi edhe do ratosh edhe shpirti i njeriu. Ore kënaqet robi kur ikën me makinë se s'ka më sot që ti kish me mushk, me gomare, ku diun në çanto gjëra. Ky segment tani që është i pashtruar për sa? Në rast se do ishin punuar nga 2009, 2026, i bien 150 metra katror, do të thotë që kjo do kishte përfunduar sot. Kaq të punon e bashkia apo komuna gjitha ato gjërat që mos forcoheshin shumë gjoja, forcoheshin shumë, por duheshin përfunduar. Ajo asnjë gjë. Me këtë kushte që është tani do 1 orë e 1 çerek ose 1 orë e 20 minuta që të shkosh me makinë edhe të shqyesh makinën. Gjuna finë makina juaj apo makinë kujt do qoftë vi lart. Ndërkohë për banorët e Cakranit, amortizimi i këtij segmenti etiku ka vështirësuar përditshmërinë. Sipas tyre, ky segment rrugor u shërben për të shkuar në tokat e tyre, në varrezat e fshatit, ku mes peripecive përcjellin për në banesën e fundit të dashurit e tyre, teksa theksojnë se këtë vit edhe turistët e kanë braktisur tërësisht zonën, pasi kthehen nga rruga teksa shohin gjendjen e vështirë të saj. Unë jam Gëzim Brekas nga Cakrani, jam i rritur dhe banuar në këtë fshat 80 vjeçar. Ne kemi shumë të nevojshme të kësaj, se kemi lartë vendin e mirë, vemi falim e bëjmë lutet e Perëndia, kemi varreza, kemi tokë, kemi udhim, edhe tashi me gomane s'kemi sa gat sot që të vemi të punojmë tim ne të bëjmë tashi. Rruga duhet, marrë në makinë, dikush ka, dikush s'ka, po vetëm i dhe lartë është shumë e nevojshme për Gurzezën. Gjatimet Bellaf që është shumë e vështira. Gjatime vetëm me gomane, me vojnë dynjanë, unë kam athesë me ullin në krah. Edhe ullin e zhesh turp, faqezes sot në këto që të thosh mash ullin krah të rivin aty. Se rruga po të nuk do shumë punë të madhe. Vetëm një thik do, kështu është me rrugë me ta banë, nuk do në një shpenzim shumë të madhe.
Mi qau të letë një rrëzë, s'ka asgjë. S'ka as ura, as tujtë, as tu, as gjë fare hiç. Përballë kësaj situate, ata pohojnë se janë ankuar disa herë ndër vite si në njësinë administrative, ashtu dhe në Bashkinë Fier, por situata vijon të mbetet e pandryshuar. Ajo rruga atje ka qenë rrugë këmbësore me kafsh. Tashi ne në 2026 akoma kaloj me kafsh, sepse bashkisë neve i japim lek komunës taksat të papara, na marrin taksa ujë, taksa rrugësh, taksa plerash, taksa rrugësh, taksa dritash, edhe atje akoma arrin të vesh me kafsh në Gurzez. Gurzeza njihet me kalin, me atë pojanin që është ajo, është pa llogarishme. Ktu vin ai njerëz që duan të vënë në Gurzez, vend, themi ne kemi një rezervuar gjatje lartë dhe nuk gjiten me makinat, sot që është behar, po le në dimër që nuk arrin. Banorët apelojnë një zëri për sistemimin e këtij segmenti rrugor i cili po penalizon ndjeshëm jo vetëm jetesën e banorëve, por edhe turizmin. Në Gjirokastër vlerat e folklorit, etnografisë dhe traditat e trashëguara ndër breza janë zhduruar në resurse të zhvillimit të turizmit, ndërsa mbrëmjet verore gjallërohen nga asamblet dhe grupet folklorike që performojnë në rrugët me kaldrëma. Të shumt janë turistët që shfaqin interes për t'i mësuar ato. Në Gjirokastër vlerat e folklorit, etnografisë, traditat e trashëguara në breza tashmë janë zhndëruar në resurse të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. Mbrëmjet e verës, ansamble dhe grupe folklorik performuan në skenat artistike të improvizuara në rrugët me kaldrëma, duke të rrequr interesin e ardashësve dhe turistëve. Koncerte të tilla rjetësojnë vlerat e folkut dhe traditës, si dhe zgjojnë interesimin e vizitorëve për të qendërpranishëm në Gjirokastër. Pjesëtarët e shoqërisë kulturore Gura e Picarit shprehen se këngët dhe vallet popullore shqiptare tashmë preferohen të mësohen dhe nga turistët. Aktivitetet sistematike normal që ndihmojnë jo vetëm për konsolidimin e grupeve në tërësi, se polifonia është një çike e vështirë për tu realizuar, por konsolidon variacionet melodike, vokalet, kostumografi në tërësin, pra etnografia si pjesë e rëndësishme e folkut, evidentohet te këngët, vallet nëpërmjet interpretuesve, dhe kështu që këto variante, këto aktivitetet të organizuara nga institucionet të ndryshme, siç është bashkia që ka sot këtë ISOM i kaldrëm, normal që është një aktivitet i përvitshëm që shoqëria kulturore Gurra e Picarit tani e ka një lloj simboli, sepse Gjirokastra, ky qytet i gurtë, jo vetëm që derdh këngën polifonike si një këngë rrallë e UNESCO-s, por ajo rreth vetes ofron turistë të cilët përkthehet në ekonomi. Është duke vazhduar në rrugën e saj për promovimin e vlerave folklorike dhe sidomos të polifonisë si gjë e shenjtë dhe e rrallë. Pra, folku përkthehet jo vetëm në traditë, por dhe në ekonomi. Pra, të gjitha bizneset, kudo që janë, normal që nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga këto institucione shërbejnë për nxitjen e turizmit. Është shumë emocionuese. Kënga popullore është diçka e rrallë, veçantë, tradicionale dhe përpiqemi të vazhdojmë të ruajmë traditën, ta promovojmë dhe tek brezat e ri. Emocioni i veçantë. Unë jam migrante, vi në patër të Greqisë. Atje kemi krijuar një grup Zëri Traditës. Kam ardhur këtu, jam Gjirokastrite, kam ardhur këtu sot, këndoj bashkë me grupin Gura e Picarit. Trashëgimia kulturore e pasur e zonës së Gjirokastrës është një vlerë e paçmuar për traditën kombëtare shqiptare, ndërkohë që kënga Isopolifonia tashmë është pjesë e fondit të UNESCO. Revista prestigjioze polake Ambasadori ka kushtuar një artikull të veçantë Shqipërisë, duke sjellë një panoramë të bukurive natyrore, Bregdetit, qyteteve historike, trashëgimisë kulturore, arkeologjike dhe mirëpritjes karakteristike të vendit tonë.
Revista prestigjioze polake Ambassador i ka kushtuar një artikull të veçantë Shqipërisë, duke sjellë një panoramë të bukurive natyrore, Bregdetit, qyteteve historike, trashëgimisë kulturore e arkeologjike, Alpeve shqiptare, gastronomisë dhe mikpritjes karakteristike të vendit tonë. Artikulli e prezanton Shqipërinë si një destinacion autentik, dinamik dhe i gjithnjë më tërheqës në Ballkan, duke nxjerrë në pa diversitetin dhe pasuritë e saj natyrore dhe kulturore. Bregdeti shqiptar prej disa vitesh po konsolidohet si një nga destinacionet më interesante të pushimeve në Europë. Këtu gjenden disa prej zonave më të njohura të vendit, me plazhe të jashtëzakonshme, ujëra bruz dhe një atmosferë tipike mesdhetare. Një nga zonat më të njohura turistike mbetet ajo rreth Durrësit, vend ideal për ata që kërkojnë akomodim të rehatshëm pranë detit. Kjo zonë shtrihet përgjatë bregdetit të Adriatikut, ku ndodhen disa prej resorteve më të frekuentuara. Ndërsa gjatë sezonit të lartë shumë prej plazheve janë të mbushura me turistë, ende ekzistojnë vende të qeta dhe të izoluara që presin të zbulohen. Mali i Robit, Qerreti dhe Golemi po bëhen gjithashtu gjithnjë më të popularizuara. Në jug të vendit peizazhi ndryshon në mënyrë dramatike. Riviera shqiptare i majgjepsë vizitorët me shkëmbin breslënës dhe ujërat e kristalta. Një nga vendet më të famshme është Ksamili, i njohur për plazhet e bukura, ishujt e vegjël dhe peizazhet spektakolare. Zona ofron gjithashtu mundësi të shumta për not, udhëtime me varg dhe çlodhje. Vitet e fundit Shqipëria është ndëruar në një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë në Europë. Vendi po investon në infrastrukturë dhe turizëm, ndërsa përpiqet të ruajë trashëgiminë e tij natyrore dhe kulturore. Në një botë ku resortet po bëhen gjithnjë më të ngjashme me njëra tjetrën, Shqipëria mbetet një vend me karakter të vërtet. Ende mund të shohësh peshkatarë që riparojnë rrjetat e tyre në portet e vogla, gra të moshuara që ecin nëpër rrugicat e ngushta dhe fshatra tradicionale ku njerëzit vazhdojnë të jetojnë sipas zakoneve të tyre. Është një vend për ata që dëshirojnë të largohen turmave, të zbulojnë vende më pak të njohura dhe të përjetojnë një udhëtim më autentik. Shqipëria nuk të magjeps me luksin, por me thjeshtësinë, diversitetin dhe mikpritjen e saj të sinqertë, dhe pikërisht kjo e bën atë një nga destinacionet më magjepsëse në Europë. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.